Thënie nga Ciceroni. Ciceroni ishte shkrimtar, politikan, orator dhe avokat romak. Citojmë disa prej thënieve të tij. Përmes dyshimit arrihet tek e vërteta. Nuk ka asgjë aq të thjeshtë sa që paraja të mos mund ta përdosë dhe asgjë aq të fortë sa që paraja të mos mund ta pushtojë. Gjërat që themi kur na nervozojnë janë më të sinqerta se ato që themi kur jemi të qetë. As thinjat, as rrullat nuk janë shenjë e autoritetit. Nuk ka detyrë më të rëndësishme se të kthesh një nder. Njeriu është armiku më i betuar i vetvetes. Këshilla kushton më pak se ndihma. Cilat nga gjërat e kësaj bote mund t'i duket e rëndësishme njeriut që nje përjetësinë dhe pafundësinë e universit. Të gjitha gjërat e shkëlqyera janë të rralla. Të jetosh do të thotë të mendosh. E madhe është forca e zakonit. Gjëja që e shohim shpesh nuk na habit, edhe nëse nuk e dim se pse ndodh. Të gjitha gjërat e shtyrura bien si gjethe të fata dhe asgjë rreme nuk mund të zhasë për shumë kohë. Përkushtimi i vazhdueshëm ndaj një gjëje shpesh ia kalon edhe zgjuarsisë dhe artit. I ëmbël është kujtimi i së keqes së shkuar. Dhimbja po që e rëndë është shkurtër, por që e gjatë është e lehtë. Është vetë jeta ajo që na shtyn të duam ata që na dhanë jetën. Dashuria për prindërit është themeli i të gjitha virtyteve.